bëjmë një sallatë rukolla. Edhe kjo është e mirë për sezon verore, është shumë e thjeshtë për përgatitur edhe shumë e lehtë për të ngrënë. Tash fillojmë përgatitjen e sallatës, sallatën rukolla, siç thamë më parë. Bëjmë rukollën. Për rukollën marinojmë me balsamik edhe vaj ulliri. I hedhim pak skep. Sallatën rukollë shërbejmë në këtë pjatë. Në këtë mënyrë. Sipër saj vendosmi tomatët që shi, arra. Vendosmi arrat. Edhe kemi parmezanin e prejmë në rinde. Kjo është një sallatë që shkon shumë mirë me kotën e